Të njëjtat burime bëjnë me dije se fillimisht ka hyrë në një lokal pra ku ka ndodhur dhe ngjarja Daniel Pepa së bashku me një mikun e tij ku kanë kërkuar të shërbejnë kafe, por kamarieri i këtij lokali, i cili ka qenë në shoqërinë e Flori Paluçit, i mbetur viktim së bashku me 2 persona të tjerë, pra kamarieri ka qenë në tavolinë me 4 persona të tjerë, në mesin e tyre edhe Flori Paluçi, ka kundërshtuar për të shërbyer kafe për shkak sepse është mbyllur orari, le të themi, për të shërbyer kafeteri. Në këto momente Daniel Pepa është zënë në një konflikt verbal mes tyre, ku me pas së bashku me mikun e tij kanë dalë për jashta dhe brenda 5 minutash janë rikthyer sërish brenda lokalit, ku kësaj here ka qenë i shoqëruar së bashku dhe me Aranit Kurti, një tjetër viktimë e kësaj ngjarjeje. Menjëherë sapo ka nisur debati verbal mes tyre, të rinj kanë nxjerrë armët ku kanë qelluar ndaj njëri tjetrit, i pari të paktën sipas informacioneve që ka qelluar ka qenë Flori Paluçi, miku i kamarierit të lokalit, i cili ka qelluar duke lënë të vdekur Aranit Kurtin, mikun e Daniel Pepës, i shpallur në kërkim. Në këto momente më pas ka qelluar dhe Daniel Pepa, i cili ka vrarë pra në vend mikun e kamarierit, i cili ishte pala tjetër, le të themi, kundërshtari në këtë debat. Pra, një bilanc me 2 viktima dhe autori kryesor i shpallur në kërkim, ndërkohë janë marrë sekuestruar edhe kamerat e sigurisë të lokalit, por dhe të karburantit, një tjetër biznes i cili ndodhej pranë lokalit ku ndodhi ngjarja,